Zëvendës, kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi deklaroi se procesi i dialogut duhet të ndahet nga integrimi të Kosovës në Bashkimin Evropian. Në konferencën e përbashkët me ministrin për çështje evropiane të Republikës Çeke Martin Dvorak, Bislimi përsëriti kërkesën për heqjen e masave ndëshkuese, ndërsa komentoi deklaratat e ndërkombëtarëve, ai këmbguli në zbatimin e Kushtetutës së Kosovës. Kushtetuta e Kosovës ose duhet të zbatohet me tërësi, ose të mos zbatohet. Nuk ka logjik që në njërin rast të kenë e sistem të bashkësisë ndërkombëtare që një kushtetuta duhet të implementohet në tërësi, siç është rasti i tokës për manastirin të Çanit. Pastaj kur është puna të ndjeni 11 i kushtetutës që thotë ka vetëm një monedhë në qarkullim në Kosovë, të njëjtit mes të thonë po këtë mos e zbaton. Ndërkohë, ministri çek për çështje evropiane Martin Dvorak siguroi se vendi i tij është i gatshëm të ndihmojë Kosovën në përmbushjen e detyrave të shtëpisë në lidhje me integrimin. Ecëria e mëtejshme e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian është e lidhur ngushtë me dialogun me Beogradin. Më duhet të them se Kosova është nën presion për të treguar pikpamjen e saj pozitive dhe konstruktive ndaj dialogut në Serbinë dhe përveç kësaj, unë e di shumë mirë që është duke bërë më të mirën e saj, por ende besoj se kjo është mënyra më e mirë se si jemi më afër bejes. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Dvorak u takua edhe me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti.